Në Gjykokos ku pritet nga momenti në moment jepet vendimi pas shqyrtimit të provave të reja të sjella nga SPAK kundër Erion Veliajt dhe për të folur për këto zhvillime dhe tjera kam kënaqësinë të kem kolegun Flamur Vezaj. Flamur, të përshëndes. Faleminderit që u bashkove. E shoh që nuk je më aq i përgjumur për shkak, po përfitoj nga rasti se në Amerikë është ndryshuar ora dhe kemi 5 orë diferencë, kështu që tani është 8:41, është orari përshtatshëm, kështu që e vlerësoj që je në këtë bisedë. Mirëmëngjes, Flamur. Flamur, nuk e di si e pe këtë shtyrjen. Si e pe shtyrjen e seancës provat e reja të paraqitura nga SPAK, nuk e di çfarë ke mund të mësosh, se unë e them gjithmonë ti edhe pse je larg, burimet i ke ende, çfarë mund të përmbajnë këto prova? Shiko, ajo çfarë tash e dim gjithë sot, dje dhe sot po shqyrtohet ankimi i bërë nga zoti Veliaj për kundërshtimin ose shfuqësimin e masës sigurisë arrestit me burg të dhënë nga GJK-ja apo shkalla e parë e GJK-s dhe kërkesë të prokurisë. Në fakt, shikon, nga eksperienca thimi dhe paka shumë e dim të dy bashkë që në momentin që zratet një seancë gjyqësore ka gjatë, është për t'i dhënë palëve, po themi të gjitha mundësitë dhe hapësirën nevojshme për të dhënë argumentet e tyre mbrojtëse apo edhe kundërshtuese të tyre. Ka pas raste dhe të kaluar që gjyqtari ka shtyr, po themi, shprehjen e vendimit për shkak të volumit të madh të materialeve që ndodhen në dosjet të cilat i kanë siguruar këtë rastet e SPAK-u. Në fakt historikisht kur shtyhet një vendim, qoftë edhe për arsyetimin për të dëgjuar palët të detajuar apo edhe për të dhënë vendimin, gjithmonë ka pas dy anët, siç ka gjithmonë fakti që është shtyr për t'i dhënë kohë vetës gjyqtari që ta arsyetoj vendimin e plot dhe ta dijap ose t'ia shpërndaj avokatëve dhe të pandehurve apo të dyshuarve vendimin e arsyetuar për mos me lënë hapësirë që ata ta abuzojnë apo të keq interpretojnë qoftë edhe mediat argumentime se çfarë është dhënë, ose është edhe versioni tjetër që gjyqtarët kërkojnë ndonjëherë kohë ndoshta edhe për të njohur me detaje për gjitha materialet se mund të merr edhe një vendim të arsyetuar për ndryshimin e masës së sigurisë. Ajo çfarë ne kemi dëgjuar çarditës së djeshme dhe sotshme është fakti që prokuria në këtë rast në apel kërkoi shfuqësimin e masës së sigurisë duke pretenduar që nuk ka rrezik ikje apo prishje të provave nga kryetari Veliaj. Por nga ajo çfarë kemi dëgjuar dhe mësuar, prokuria ka sjell disa prova të reja të cilat gjatë afatit një mujor të qëndrimit të zotit Veliaj në qelitet paravolimi në Durrës, është një praktikë që bëhet historikisht në fakt, është përgjuar në ambientet e qelisë, është përgjuar në ambientet e takimit me familjarët e tij, në biseda telefonike që ka bërë, dhe sipas prokurisë gjatë gjithë kohës, zoti Veliaj nuk po themi ka tentuar ose ka urdhëruar familjarët e tij që të ndërhyjnë tek drejtues të mediave apo tek gazetar konkret apo dhe të subjekte të ndryshme të partisë së tij politike për të sulmuar dhe denigruar SPAK-un, prokurorin Olzdado apo gjyqtarin Erion Bano. Pra, edhe prokuria në këtë rast ka sjellë si argumente shtesë, po themi në gjykat, prova të reja të administruara nga përgjimjet ambientale që është bërë zoti Veliaj brenda qelive të burgut, ku zoti Veliaj ka tentuar që brenda qelisë të intimidojë dëshmitarët, të tentojë të ndryshojë provat apo të tentojë të prish apo të vazhdojë me diskursin e tij të ligjërimit për ta kaluar çështjen në personale. Dhe mendoj që këto janë një nga arsyet e shtesë të cilët gjyqtari Pëllumbi mund t'i marrë si argumente në favor të SPAK-ut, që lirimi i zotit Veliaj mund të ndikojë në intimidimin, prishjen apo ndërhyrjen tek dëshmitarët për të devijuar, po themi, hetimin e mëtejshme. Kështu që mendoj që një nga arsyet që zoti gjyqtari i apelit Pëllumbi ka lënë për ditën e sotshme, me sa di unë ka qenë edhe fakti që zoti Veliaj nuk arrit dje të flasë apo të javë argumentet e tij mbrojtëse dhe për këtë fakt gjatë ditës sot me pritet të zoti Veliaj të flasë, të bëj po themi kundërshtimet prokurori më pas dhe gjyqtari do të riqet për vendim. Dhe mendoj që diku nga mbasditja mund kemi një vendim të masë sigurisë. Ajo që mua më ra në fakt një detaj vogël, nuk e di, e ke dëgjuar besoj të avokatit amerikan, i cili pas vizitës tek burgu i Durrësit kuptohet me cilësinë e thjesht një avokati, siç merret me gjithë të tjerët, por që nuk ka të drejtë për shtrojë detyrën në Shqipëri. Ishte një deklaratë e tij pasi doli nga burgu, ndoshta ka qenë lapsus, ndoshta ka qenë një gjë që ai dijej apo pritej. Fakti që tha që në mes tjera që nesër, domethënë për dje,
do të vazhdoj argumentet e apelit në lidhje me lirimin me kusht të Veliajt. Kjo ishte një detaj i vogël që e kapa që mendova që ndoshta kishte diçka më shumë informacion, apo thjesht pretendonte që zoti Veliaj mund ta ndryshonin masën e sigurisë me lirimin me kusht. Por ajo mbetet për të pasur sot se çfarë do t'jap vendim gjyqtari. Okej, kjo është po kjo është interesante ky detaj, mua më kishte shpërtuar personalisht ky detaj që citove. Po, doja të thoja edhe dy gjëra të vogla. Në qoftë se ne mund ta marrim mirë qenë po themi pretendimet e zotit Veliaj ose diskursi që po mundohet gjatë gjithë këtij afati një mujor, zoti Veliaj nga qelia e Burgut, çfarë ka ndodhur ose çfarë ka bërë, çfarë ka ndodhur me të deklaratat e tij. Domethënë gjatë gjithë kohës ligjërimi i Veliajt nuk është marrë me akuzat dhe faktet konkrete gjatë këtij afati një mujor që qëndrimi i tij në Burg apo cicerimat e tij në Twitter apo në Facebook, por ka krijuar një diskurs publik. Në radhë të parë ka bërë një diskurs publik, po themi një argumenti që është arrestuar, e dënuar, që e thot ai, edhe pse s'është i dënuar, por është i paraburgosur, nga një letër anonime. Ligjërisht, në Shqipëri, ligji të jep mundësinë që në qoftë se edhe një letër anonime shoqërohet me prova përkatëse për një çështje caktuar apo afron materiale të ndryshme e letër anonime, prova të cilat qëndrojnë, nuk është e paligjshme të nisë një hetim. Në qoftë se ligjërisht lejohet edhe me një letër anonime që prokuroria të nisë një hetim bazuar gjithmonë që ajo letër anonime të ketë shoqëruar prova të ndryshme. Argumenti i dytë i zotit Veliaj ka qenë fakti që më kanë bërë vetting 20 vjeçar. Në fakt nuk i është bërë një vetting 20 vjeçar, por i është bërë një hetim për më shumë se 4 vite. Po themi gjithë fokusi i gjithë dosjes i cili është publikuar tashmë është për punën e tij 4 vjeçare në fundit. I vetmi rast kur është bërë një vetting, po themi në një farë mënyrë ndaj zotit Veliaj është rasti i blerjes së makinës së tij, e cila makinë kushtonte $5.000, është shitur 17, pastaj 22, pastaj 20 përsëri. Në vetmin rast të lezetshme imësi në dosje është fakti vetëm makinës, që është një pasuri e vjetër e cila më është verifikuar. Pjesa tjetër është bërë një hetim, po themi për këto 4 vitet e fundit, që do të thonë të gjitha materialet thuajse janë këto 4 vitet e fundit. Por edhe nëse i është bërë një vetting zotit Veliaj, nuk është një gjë e ndaluar apo paligjshme, sepse në kohën kur është krijuar reforma e re e drejtësisë, në atë kohë është diskutuar që vettingu të kalojnë edhe politikanët, por të dy subjektet politike, si drejtuesi e Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste, në atë kohë thanë që neve do na bëj spaku vettingun. Nuk kemi nevojë të na bëhet një vetting siç po i bëjë gjyqtarëve dhe prokurorëve, por neve do e bëjmë nga spaku. Pra, në një farë mënyrë ja kanë dhënë këtë atribut spakut për të bërë vettingun ndaj politikanëve. Argumenti i tretë që zoti Veliaj ka përdorur është konflikti i interesit nga prokurori Olsi Dada në lidhje me lejen e ndërtimit. Por në asnjë moment zoti Veliaj nuk ka shprehur që kjo leje e ndërtimit është e paligjshme, nuk është merituar nga zoti Dado, të cilën zoti Veliaj ja ka dhënë, por thjesht thotë që ka një konflikt interesi për shkak se ka marrë një leje ndërtimi. Por në asnjë rast nuk flet që kjo leja është e paligjshme, apo është e rregullt, apo është e parregullt, e ka përfituar në mënyrë të padrejtë apo të drejtë. Pra, në qoftë se thotë që i dhënë një leje ndërtimi, ai do të shpjegojë edhe faktin që kjo leja nuk meritohej dhe ky ja dha zotit prokurorit Dado për shkak pozicionit të tij të punës, apo ja dha për shkak se zoti Dado e meritonte. Pra, është munduar të përqendrohet edhe te fakti për të intimiduar. Argumenti i katërt që është përdorur nga zoti Veliaj është edhe biografia për oficerët e BKH-s. Të drejtën, kjo është pak si thua nga ato teoritë e tij të vjetra, ku të bëhet biografia e një oficeri të BKH, dhe në këtë rast zoti Veliaj gjatë gjithë kohës kuptohet edhe Partia Socialiste është që reforma në drejtësi është bërë nga Partia Socialiste dhe nga leximi i Facebook-ut ose reagimit të zotit Veliaj duket qartë që zoti Veliaj thotë që ne e bëm reformën, por brenda kësaj reforme që ne e bëm, pas kanë hyrë edhe disa njerëz të Partisë Demokratike, të cilat nuk më duan të mirë dhe kanë vazhduar të sulmojnë. Pra, gjithë këtë diskurs që është ngritur nga zoti Veliaj nuk është marrë në asnjë rast me faktet konkrete apo me provat për cilat prokuroria ka renditur në faqe, po themi në atë vendimin e masës së sigurisë. Pra thjesht ka qenë për të intimiduar opinionin publik, dëshmitarët të caktuar apo dhe ndërhyrje në prova. Dhe mendoj që të gjithë këto reagimet e zotit Veliaj nuk shkojnë
në favor të tij para gjyqtarit Pollumbi, ose sepse me sa kam djeni, unë prokuroria i ka administruar të gjitha si prova dhe i ka paraqitur edhe në gjykatë si prova dhe statuset e zotit Veliaj, të cilat i ka bërë gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në burg, duke arsyetuar që këto argumentet që zoti Veliaj kanë nxjerrë në opinionin publik janë thjesht për të thyer, ofenduar, ndërhyr, intimiduar prokurorët e çështjes së gjyqtarit. Duke marrë parasysh eksperiencën tënde, pra këtu do të pyesë, sa ndikojnë të gjitha këto, statuset e reagimet, gjithçka, sa ndikojnë tek një gjyqtar në të rast, është Veliaj, por në histori, pra sa ka ndikuar ku një person i dyshuar ose një panderu në pritje një vendim përfundimtar ka shpërsuar tonet, ka sulmuar, ka kritikuar ndaj prokurorit dhe gjyqtarët, si ka ndikuar në masën e dënimit final? Të jemi të sinqert, në rastet të tilla, të gjitha rastet të tilla, qoftë edhe në eksperiencën e kaluar, qoftë edhe në eksperiencën e tanishme të SPAK-ut, të merren si intimidim ndaj prokurorit dhe gjyqtarit në një mënyrë rrethon rënduese për personin i cili është i dyshuar apo i ndaluar në këtë rast. Dhe në gjitha rastet dhe gjyqtarët e kanë marrë si rrethon rënduese në raste të caktuara ndaj personit i cili është akuzuar për shkak se kanë krijuar tashmë një praktik në SPAK edhe. Në momentin që ka reagime të tilla për çështje të caktuara të cilat janë në hetim ose kanë qenë në hetim nga prokurorët e SPAK-ut, janë administruar në model prove, janë administruar si shkresa zyrtare dhe më pas janë dorëzuar në gjykatë duke pretenduar se janë intimiduar publikisht nga personazhe të ndryshëm të medias, politikanë të ndryshëm, për cilët kemi rastin e zotit Berisha, i cili gjatë kohës së qëndrimit të tij i izoluar në shtëpi thuajse të gjithë deklaratat që bënte ndaj SPAK-ut, SPAK-u i ka administruar dhe marrë si intimidim ndaj gjyqtarit. Por në raste të caktuara apo të flas në kaluara gjithmonë janë përdorur si rrethona rënduese nga gjykata ndaj personit i cili është akuzuar apo i arrestuar. Pra nuk është që favorizojnë në këtë rast zotin Veliaj, mendoj unë, nga eksperienca e kaluar, por rëndojnë pozitën e tij. Pasi mos harrojmë edhe një gjë tjetër thimi. Kemi kryetaren e Komisionit të Ligjeve zonën Bushka, e cila është në hetim për një intimidim, ndërhyrje dhe prishje të prova për llogaritë të zotit Veliaj. Pra, një deputete, kryetare e Komisionit të Ligjeve, e cila është marrë dhe në pyetje pas arrestimit të zotit Veliaj, ka tentuar dhe ka vepruar konkretisht për të ndryshuar dëshmi apo edhe për të prishur prova gjatë fazës së hetimit para këtë prokurisë. Pra, janë dhënë të gjitha indicjet të zoti Veliaj bashkë me bashkëpunëtorët e tij kanë ndikuar apo po tentonte edhe që nga burgu të tentojë të ndërhyjë, të ndryshojë po themi diskursin apo faktet të cilet prokuroria i dyshohet që i ka konsumuar ato nën veprat penale në raste të tilla të korrupsionit pasiv. Pra kemi disa indicie të cilat unë mendoj që i rëndojnë pozitën e zotit Veliaj dhe gjyqtari Pollumbi nuk mendoj që mund të ketë ndryshim të masës së sigurisë ndaj zotit Veliaj, por mbetet për të parë që është edhe një version tjetër nga ato teoritë konspirative që mund të lirohet sot zoti Veliaj për shkak se vëmendja do përqendrohet në listat e deputetëve, por mbetet për të pasur çfarë vendimi do bëhet. Okej, Vlamor, padyshim janë të gjithë teori konspirative, çfarë nuk thuhet në këto orë, pa vetëm pak më parë nuk e di e ndoqja apo jo statusin e deputetit Dashnor Sula, i cili tha që nuk do jenë në listë, sapo njoftuan se janë mbështetës i SPAK-ut. Padyshim janë dhe këto çuditëra në Shqipëri apo jo? Po, patjetër, sot thash, deri në darkë sonte edhe nesër në vazhdim do të dëgjojmë shumë histori të ndryshme në lidhje me teoritë konspirative apo teoritë e listës se pse u hoqën nga lista, pse nuk më vun nga lista, vendosen këtë person nga listat e kandidatëve nga grupet kriminale, këtë person e vën për shkak kushëririt. Kështu që sot do të dëgjojmë perla të ndryshëm pak nga persona dhe individ të ndryshëm të cilët qoftë të kënaqur apo qoftë pa kënaqur nga kjo listë. Kështu që nuk i dihet, ndoshta edhe mund të ketë shpërqendrimi i vëmendjes, lista e deputetëve dhe lirimi i zotit Veliaj, por edhe pse unë nuk besoj me të drejtën për shkak se gjithë atyre argumenteve i dhash më sipër nuk mendoj që ka një provë konkrete për ndryshuar masën e sigurisë së zotit Veliaj të lejohet të kthehet brenda në ambientet e zgjuarës së tij, që mendoj që do jetë
edhe unë në një farë mënyrë një ndërhyrës për të ndryshuar dëshmitë apo për të prishur provat. Okej, ajo mbetet për të parë. Patjetër, Flamur, në 3-4 minutat fundit kam parë që ti ke qenë shumë ke pasur shumë reagime në rrjetet tënde social, rrjetet tua sociale lidhur me përgjimen e gjykatës kushtetuese. Në 3 minuta, pse gjithë le të themi ky reagim për përgjimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese? Njerëzit e kanë menduar sikur përgjimi është një gjë që lejohet prokurorëve të SPAK-ut dhe ata kanë të drejtë të bëjnë çfarë do. Mos harrojmë, në rastin konkret, prokurorët e SPAK-ut dhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese ishin palë në një proces. Kur je palë në një proces, duhet t'i kesh armat e barabarta, një farë metaforë që përdoret metaforë. Domethënë jeni të barabartë para ligjit. Por në momentin që ti vën në përgjim gjyqtarët të cilët pritën të zbardhin një vendim, por llogaritën një procesi ku jeni palë në këtë rast është një gjë pa barabartë para ligjit. Nuk është problemi që është vendosur përgjimi, pse është vendosur, si është vendosur, sepse unë mendoj që Prokuria e SPAK-ut duhet të ishte treguar pak më serioze dhe për të respektuar më shumë dinjitetin e institucionit të gjykatës kushtetuese, jo të individëve, se realisht disa nga individët që janë aty, unë mendoj që nuk e meritojnë. Por duhet të respektuar institucionin. Nuk mund të merret një vendim ose një autorizim përgjimi nga vetë prokurori pa e vlerësuar në gjykatë, sepse edhe në ndryshimet e kodit procedurës penale që janë bërë, është ndryshuar ky fakt i cili ti mund të bësh një autorizim përgjimin ambiental ndaj një vendim, ndaj një gjyqtari, për faktin që ti thjesht ke dyshime të arsyeshme, me sloganin e famshëm tashmë, dyshime të arsyeshme, se po kryhet ose po do konsumohet një vepër penale, dhe ti merr një vend në përgjim gjyqtarët të cilët je palë në atë proces. Bëzëm një shembull më banal. Në qoftë se zoti Ibrahimi që është përgjuar gjatë këtyre 15 ditëve, vendos që t'i drejtohet shkallës parë gjykatës për shfuqizimin e këtij përgjimi dhe për asgjësimin e saj. Dhe konsumohen të 3 shkallat e gjyqësorit, po themi shkalla e parë, apeli dhe gjykata e lartë. Dhe çështja vjen në gjykatën kushtetuese. Kush duhet ta shqyrtojë këtë kërkesën e zotit Ibrahimi për shfuqizimin e vendimit të gjykatës kushtetuese? Asnjëri, sepse të gjithë janë konflikt interesi, sepse kanë qenë pjesë e këtij ose subjekt e këtij përgjimi. Pra i bie që pastaj gjykata kushtetuese të marrë gjyqtar me qira, siç ndodh në shkallët e apelit apo në shkallën e parë kur gjyqtar konsumon, apo t'i drejtohet gjykatë, po themi Komisionit të Venecias në lidhje me këtë interpretim. Pra unë mendoj që kemi një nonsens juridik të cilën drejtuesi, po themi prokurori i SPAK-ut e ka marrë iniciativë të tillë për të bërë. Përveç kësaj, të lexosh autorizimin e përgjimit, në asnjë rast nuk jepen prova konkrete dhe në cilët dhe çfarë diskutohet ose çfarë ka një provë që ti mund të vendosësh një përgjim dikë. Po themi një provë të arsyeshme që kemi informacione të cilat kanë ardhur nga burimet sekrete, kemi informacione nga media, e referohet një rastit konkret, në asnjë rast nuk referohet se ku është marrë ky indicie për të nisë një hetim të tillë, një përgjim të tillë ndaj gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Dhe mendoj që kjo është një shkelje e cila nuk duhet bërë për shkak se nuk kishte edhe emergjencë. Mos harrojmë themi që përgjimi është vendosur 35 ditë pas vendimit gjykatës kushtetuese është shprehur që rrëzohet pretendimi i Pollum Gjokës për shfuqizimin e masave të sigurisë antikushtetuese. Pra, është rrëzuar kërkesa e zotit pandeurit Gjoka dhe më pas mas 35 ditëve, prokuria është kujtuar që të vënë në hetim për shkak se dyshoheshin që mund të ndryshojnë gjatë rrugës ose në zbardhjen e vendimit mund të ndryshojnë argumentet arsyetuese të zbardhjes vendimit, por që nuk ndodh asnjëherë kur gjykata merr një vendim unanim, rrugës do ndryshoj zbardhja e vendimit. Mos harro që arsyetimi i dhënë i vetëm është që kanë kaluar 30 ditë dhe nuk është zbardhur vendimi, nuk ka të shkruar në një specifikisht se sa është afati kohor për zbardhjen e vendimit. Brenda gjykatës së SPAK-ut kemi vendime që për 90 ditësh nuk janë zbardhur akoma, apo kemi raste në gjykatat e apelit që janë ndoshta edhe me vite pa zbardhur. Kemi në gjykatë të lartë vendime të cilat presin për 3 vitesh për të shqyrtuar e gjykuar dhe me standardin e nisur nga prokuria e SPAK-ut i bie që të niset hetimi për gjithë këto gjyqtarët për shkak të mos zbardhjes vendimit të gjykatës. Pra, unë mendoj që vetmi gjë që është përdorur në këtë rast autorizimi për përgjimin e personave në vende publike është në formën e shantazhit për t'i bërë presion dhe për t'i intimiduar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese
dhe asnjë qëllim tjetër. Dhe çfarë po ndodh thimi? Në të gjitha rastet kur po identifikohen rastet e përgjimeve apo nisjes së hetimeve ndaj një gjyqtari, çfarë po ndodh? Në provurin e SPAK-ut nuk po merret vendimin e pushimit tyre për shkak se po vjet në përgjim, nuk ka ndonjë provë konkrete që gjendet apo interceptohet nga përgjimet dhe çfarë ndodh? Pezullohet fidosja dhe mbetet në sirtare prokurorisë, por në çdo rast, në çdo moment mund të rihapet përsëri. Pra e përdoren si shantazh ndaj gjyqtarëve e prokurorëve dhe nuk marrin iniciativën për ta shtuar në gjykat, për ta vlerësuar gjykata, qofta për ta shfuqizuar për shkak se nuk ka gjatë këtyre afatit, sepse çdo përgjigje brenda afatit 15 ditor do të shkojë në gjykat për vlerësim. Pra, nëse ti jeton një person nuk gjen ndonjë provë, nuk të rezulton që ka kryer një korrupsion apo një vepër penale, çfarë po ndodh? Prokuroria po e pezullon si dosje dhe po e mba në sirtarët e tyre dhe nuk po e çon në gjykat për ta shfuqizuar dhe për ta vendosur si një hetim të pushuar ndaj kësaj. Por po e mba si praktik brenda institucionit ti, do mendoj vetëm metodë, vetëm mënyrë është për të bërë shantazh në të ardhmen përsëri ndaj këtij prokurori apo ndaj atij gjyqtari. Dhe për atë mendoj që për mendimin tim ka qenë një skandal i cili të gjithë këto atë juristë që është komunikuar është dhënë. Po nuk mund të arsyetohet në një pjesë të caktuar e njerëzve të thonë që më mirë tani të shkelim edhe ligjin vetëm të zbulojmë korrupsionin. Nuk ndodh kjo në një shoqëri demokratike e cila funksionon në bazë të ligjeve dhe rregullave. Flamur Vezaj, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoja me ty, të uroj një vijim dite sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Ishte kolegu Flamur Vezaj nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të bisedë shumë interesante për detaje lidhur me përgjimet, me dosjet, me provat shtesë që SPAK ka depozituar për Veliajn, por u ndalën paktet e përgjimit që SPAK ka bërë ndaj gjykatës kushtetuese. Publicitet, rikthehemi sërish.